e mbyll në fakt bisedën me Ardianin dhe raportimin me Ardianin për të diskutuar pak me Marinela Aliaj, si drejtuese e burgut të miturve në Kavaj. Më vjen keq fakt që ditën sot që ne do të bënim një bisedë pikërisht për të kuptuar më shumë nga institucioni, ndodhi një ngjarje tjetër që përfshiu ata të cilët janë nën moshën 18 vjeçar. Po besoj një fenomen që po e shohim shumë shpesh kohët e fundit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Për hir të vërtetës, së fundmi ka qenë një fenomen në rritje sa i përket përfshirjes së të miturve në konflikt me ligjin. Ti je shpesh në kontakt me këta të mitur, Marinela? Për ditë, çdo ditë. E ke punën tënde të përditshme. Sa ndan kohë me ta flas edhe në biseda, përtej detyrave administrative dhe po thuaj 4 orë në ditë. 4 orë në ditë që ti bashkëbisedon. Po. Është e vështirë që në momentin e parë kur vjen një mitur brenda një institucioni që ka siguri dhe deri në momentin e daljes ti? Shko, patjetër është e vështirë, prezenca për herë të parë apo njohja e çdo të mituri me institucionin. Vinë nga familjet e tyre, nga bota jashtme, nga shkolla, nga bashkëmoshatarët, edhe vinë në një institut në të cilën është e privuar liria. Po. Por për sa i përket punës dhe pritjes së tyre në institucioni ka një praktik, procedurë standarde, ka një protokoll, cila krijon të gjithë procesin që nga pranimi e deri në përfshirjen dhe integrimin e të miturve, qoftë tek plani individual, qoftë tek përfshirja me bashkëmoshatarët në mënyrë që të ndjekit gjitha proceset dhe terapitë që ofrohen në institucion. Aktualisht sa të mitur? Aktualisht që flasim janë 28 të mitur dhe të rinj në konflikt me ligjin, pasi së fundmi institucioni ka ndryshuar dhe klasifikim, duke mbajtur në institucion ata të mitur që vinë dhe kur mbushin moshën 18 vjeçare, vijojnë të qëndrojnë aty në mënyrë që të përfundojnë të gjitha proceset, sidomos arsimi dhe shkolla e mesme. A pra qëndrojnë aty edhe kur mbushin 18 vjeç? Edhe kur mbushin 18 vjeç. E kuptoj. Dhe më pas, mbasi nëse vazhdojnë ende që t'jenë duke kryer dënimin mbas moshës 18 vjeç, ku shkojnë ata? Ato largohen kur mbushin 21 vjeç nga institucioni dhe largohen për tek burgjet e të rriturve. A pra më pas shkojnë tek burgjet e të rriturve? Pastaj transferohen për tek burgjet e të rriturve. Sa e vështirë mendoj që mund të jetë patjetër për një të ri që mendoj që është e vështirë, pasi Instituti i Miturve Kavaj përgjithësisht së vërtetës ka programe dhe ka një trajtim që është krejt ndryshe nga burgu i të rriturve. Me këta 28 të mitur, po edhe të rinj të cilët janë duke kryer dënimin e tyre atje. Përfshin ata në aktivitete artistike, në aktivitete, si është qasja atyre, si është komunikimi me ta? Në fakt, unë pak më herët bëra ditur edhe pjesën e njohjeve me publikimet e aktiviteteve që ne bëjmë. Aty bëhet një punë kolosale, është një staf multidisciplinar, i cili vijon që nga psikologu, punojësi social, mësuesit, stafi shëndetësor, trupa e sigurisë, cilët ofrohet një bashkërendim i punëve në mënyrë që çdo i mitur dhe i ri të përfitojë nga gjitha programet. Frekuentojnë shkollën në varësi të klasës cilën kanë lënë arsimin jashtë kur ishin të lirë, dhe të gjitha programet janë me të njëjtat kurrikula që ofrohet të mësimdhënia në çdo shkollë publike. Vijojnë pastaj me programet, qofshin këto kreative, qofshin këto arktuse, qofshin këto rehabilituese. Pra shkollimin e bën aty brenda. Shkollimi bëhet i plot dhe diploma e tyre nuk njëson një lloj sikurse bashkëmoshatarët jashtë, duke mos u specifikuar që merret në një institucion të ekzekutimit vendimeve penale. Kjo për arsye që integrimi dhe rehabilitimi kur të dalin jashtë institucionit të jetë njëjtë dhe të mos ketë paragjykime dhe diskriminime para ata të mitur. Pra, në një gjuhë tjetër, jo institucionale, unë do të quaj një shkollë thjesht me dyert të mbyllura. Pikërisht. Pra që ata çdo gjë e kanë aty brenda një kampus me dyert të mbyllura ku Instituti i Miturve në konflikt me ligjin. E kuptoj, Instituti jo, unë e shpjegoj kështu për ta kuptuar ata të cilët na ndjekin, se sigurisht ajo mbetet pastaj komunikimit zyrtar. Kur largohen nga instituti, mbasi kanë marrë edhe diplomën e shkollës, si është mundësia e tyre?
Shiko, për te bëhet vërtet mësim me ta, ma kupton ku e kam? Aty bëhet mësim dhe bëhet një mësim cilët unë sot gje rastin me që jemi dhe para medjave, sikurse dhe herë të tjera, ti falenderoj të gjitha të mësues që punojnë dhe bëjnë një punë kolosale. Ndërgjegjësuese, informuese, jo vetëm me programet mësimore, por edhe me ndërveprimin e përfshirjes të aktiviteteve, sikurse çdo i ri dhe e drejta për ta përfshirë dhe për ta përfituar këtë gjë. Por përveç shkollës, aty mundësohen dhe kurset profesionale, e cila është kursi i saldaturës, i hidraulikës dhe i punës me dru. Në të njëjtën formë, djemë certifikohen me certifikata të kurseve profesionale, dhe kjo, kur janë larguar më tej nga institucioni, pajisja me këtë lloj certifikate i ka krijuar dhe mundësimin e punësimit në fabrika, sidomos zona e fushkrujës, e krujës, që kanë edhe pjesën e mobilerisë, kanë qenë pjesë. Dhe këtu bëhet një ndërlidhje midis Institutit Kavajës, Qendrës Parandalimit të Krimeve për të rinj dhe për të mitër, të cilin e merr rastin nga instituti dhe e përfshin në rehabilitimin e mëtejshëm, duke marrë, ose më saktë, duke pasur këtë lloj certifikate dhe këtë lloj trajnimi, i bëhet shumë herë më e lehtë përfshirja. Ne bashkë kemi bashkëpunuar dikur me institutin edhe me institucionin, në fakt, për një intervistë, për një ngjarje e cila pati shumë interes të madh atëherë edhe për mediat. Ishte rasti në zonën e veriut të Shqipërisë, ku për shkak të gjakmarrjes, një i ri në moshën 18 vjeç vret personin në banesën përballë, në mos gaboj, vret personin i cili i kishte marrë gjak familje, që familja ishte në gjak. Dhe ka qenë një moment, ka qenë një intervistë shumë e fortë dhe mbaj mend që përveç se ai kishte shprehur një talent të tij artistik, sepse vinte nga një familje artistësh, piktorësh, mbiemër shumë goxha i njohur, më duhet ta rikujtoj tani, ndoshta ti mund ta sjellësh Përvati, Pinjolli Përvati. Një Pinjolli familjes Përvati. Në pikturë. Dhe ai ishte pikturuar. Dhe përveç kësaj ishte në një moment tjetër ku shprehu pendes gjatë intervistës. E gjen këtë tek të gjithë ata të cilët burgosen në këtë institucion? Të gjithë pendohen? Pendohen, madje në momentin e parë kur paraqiten aty, të gjithë shprehen, unë nuk e dija që kjo gjëja do kishte këto pasoja. Dhe më tej pas, kur vijojnë dhe shikojnë që janë larg familjes, që janë larg shoqërisë, që janë të privuar nga liria në fund të ditës, shprehin pendes, por jo vetëm në mohimin e gjërave, por, siç e thash pak më herët, edhe me gjithë punën terapeutike të psikologëve dhe të qasjes pranë problemit në embrion të mënyrës se si e ka përcjell, ose më saktë, pse ai erdhi këtu, kuptojnë dhe pjesën e reflektimit në raport me viktimat, në raport me dëmin e bërë, reflektojnë dhe reflektojnë binjshëm. Ka Marinela që janë rikthyer për të takuar, që e kanë kryer dënimin? Po. Ka që janë rikthyer, se besoj jo të gjithë kanë dënimet maksimale të mitërve. Jo të gjithë, po, patjetër se veprat penale janë të ndryshme. Veprat penale janë të ndryshme. Por ka pasur djem që janë kthyer me dëshirën për takuar bashkëmoshatarët, për t'i dhënë kurajon, po edhe për të falenderuar stafin. Vërtet. Pasi kanë thënë që jeni ju që na bët net, jemi sot shumë herë më mirë. Shumë shpesh me ekspert kam diskutuar që sidomos tek të rinjt ka recidivizëm, pra ka një përsëritje të veprave penale. Të ka ndodhur që të kesh patur një të mitur apo një të ri të cilin ka kryer dënimin pranë institucionit tënd, dhe ti më pas e ke parë në media që ka kryer një dënim tjetër, ka kryer një vepër tjetër më të rëndë ndoshta se ajo, ose është përsëri pranë qelive. Ka pasur raste, në fakt, unë në janar bëj pothuajse 4 vite që jam drejtori i atij institucioni, dhe vitet e para kanë qenë më të shumta rastet e recidivizmit në institucion. Këto 2 vitet e fundit ka qenë më i radhë, më i ulët në numër, por për vepra penale jo më të rënda. Janë individ që janë përfshirë në vjedhje, plaçkitje me dhonë. E kuptoj. Është si janë ata psikologjikisht?
Si ndihet një i mitur I cili përdor armën? Prandaj të pyeta që në fillim sa shpesh bisedon ti dhe për faktin që ti ndan kohë mjaftueshëm me ta? Të rënduar, paraqiten të rënduar. Paraqiten të rënduar, dhe psikologjikisht. Paraqiten të rënduar. Aty është një punë e psikologut e punojësit social. Që është e rëndësishme. Që është e rëndësishme. A ka konflikt mes tyre brenda institucionit? Klima dhe qasja që kemi ofruar të gjithë bashkë si ekip në drejtim të atij institucioni ka mundësuar prej vitesh që të mos ketë konflikte apo situata problematike midis tyre. Janë në klasa të përbashkëta, por janë në sektor të ndryshëm, kanë aktivitetet e palestrës më vete, të futbollit më vete, të kurseve profesionale më vete, të ndarë sipas një grafiku të përcaktuar, dhe këto shmangin shumë situata ju të këndshme, por nga ana tjetër edhe klima që I ofrohet, mënyra respektimi I drejtës tjetrit, të gjitha këto tema dhe element që unë përmena pak më herët, patjetër që ndikojnë në mënyrën se si të miturit duhet sillen dhe ta respektojnë tjetrin, në mënyrë që të mos kemi të njëjtat përsëritje që ndodhi atje jashtë, të ndodhin këtu brenda. E kuptoj. Pra këto aktivitetet unë kam, më fal që ndërpres, unë kam edhe një metodë që shikoj që funksionon dhe I them mos harroni asnjëherë asnjëri prej jush që ka gjithmonë një ditë parë për secilin prej jush këtu brenda. Pra empatia është shumë e rëndësishme, sikurse duhet jeni empatik dhe për atë gjë që ndodhi atje jashtë. Më ka bërë përshtypje, madje në një bisedë kam dashur që ta kisha në intervistë dhe një person I cili ka kryer një dënim dhe sot është kthyer dhe është bërë gardian. Që ka ndodhur në burg për të rritur. Por pse po të them, po dua të kthej një pyetje për këtë. Duke qenë ti vërtet ke 4 vite, po besoj si institucion e ke studiuar dhe e një mirë. A ka nga ata të rinj ose të mitur të cilët duan të bëhen polic? Jo. Që e kanë shprehur si dëshirë? Jo, nuk ka. Jo që duan të bëhen polic, por një djalë prej tyre më ka thënë drejtoresha po është e mundur kur të mush moshën që të jemi rritur dhe dalë dhe të mbaroj pjesën e shkollimit, nëse do të krijohet hapësira për një punësim, unë do të vija me kënaqësi, pasi djemët janë përfshirë dhe në organik punësimi. Pra një herë azi bëjnë shkollë, por bëjnë edhe punë, sepse jetojnë në ambientet të përbashkëta. Dhe ambientet e përbashkëta mirëmbahen edhe pjesa e punojësve të mirëmbajtjes që merren me... Po, patjetër, që kujdesen. Në gjithë procesin, kanë qenë 2-3 djemë të cilët kur janë liruar më tej, njëri prej tyre ka thënë, unë jam gati të vi dhe të punoj këtu. Çfarë kanë të përbashkët 28 të mitur të cilët vinë nga bota e krimit në një institucion? Po disa prej tyre kanë veprën penale. Disa prej tyre kanë problemin në familje. Disa prej tyre kanë konfliktet me bashkëmoshatarët. Disa prej tyre kanë përfshirje në rrjetet sociale. Pra, kur të pyes të përbashkët karakterialisht ose në statusin social, kanë ata një të përbashkët? Që ti e ndjen që ndoshta të rënduar psikologjikisht, ndoshta një problem në familje, ndoshta një situatë, një dhunë e ushtruar që... Shiko, këto janë raste specifike. Rasti nuk I ngjan rastit. Nuk I ngjan rastit? Jo, rasti nuk I ngjan rastit. Por që patjetër, diçka të përbashkët në ngarkesën psikologjike emocionale të momentit, besoj që është. Sepse plot djemë e kanë shprehur në momentin e parë nuk e dija çfarë bëj. E kuptoj. Pra ky është komenti I parë që nuk e di. Ky është komenti I parë, nuk e dija. Ka shumë aktivitete, po më thoja. Cilat aktivitete janë brenda institucionit që ne ndoshta mund t'i përmendim, po mund të ftojmë dhe organizata që kanë projekte dhe që duan që të shtrihen edhe më tej tek instituti, se besoj ju jeni të hapur për. Patjetër. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka pasur gjithmonë një qasje, sidomos për sa I përket të miturve. Grave dhe të miturve, po unë flasë për të miturit, sepse ndjeshmëria është shumë e largë tek këto kategori. Ka pasur një përfshirje shumë të madhe të gjithë shoqatave, të cilët kanë mundësuar kontribuimin në përfshirje aktivitetesh të ndryshme, qofshin këto UNICEF-i, qofshin këto shoqata kristiane e burgjeve, qoftë Karitasi shqiptar, e shumë të tjerë të cilët janë përfshirë në tematika të ndryshme, qofshin këto edhe të aspektit shpirtëror, qofshin këto edhe të aspekteve edukative, qofshin këto edhe të aspektit
ndërveprues edhe për shembull UNICEF-i zhvilloi një projekt ku nxori fitues dhe fituesi duhet zgjidhin ndërtonin diçka për institucionin dhe ndërtuan stolat e institucionit, i ndërtuan vetë miturit, duke përfituar nga puna që dhe kurset që bën me profesorin e saldaturës. Ndërkohë projekte tjera ka qenë pasurimi i bibliotekës me libra të ndryshme. Se këtu doja që të dalesha. Lexojnë këta të libra? Lexojnë. Jo të gjithë. Jo të gjithë. Për njerëz vërtetës jo të gjithë. Por një pjesë e mirë lexojnë. Madje ne kemi ndërtuar dhe klubin e librit dhe me ato djem që lexojnë, jemi në fazën që me të mbaruar një libër, mblidhemi gjithë bashkë, diskutojmë tematikën e librit, mësimet që nxorëm nga ky dhe kush do jetë libri i radhës dhe kush do ta komentojë. A vërtet? Në një libër që mund të mbash mend që është 3 shokët. 3 shokët. Ishte së fundmi madje njëri nga djemt më tha drejtoresha, po ti e ke lexuar shumë herë thash, sa e kam harruar. Ti rikthehemi këtij se ishte shumë i bukur. Ndërkohë dhe na kanë sugjeruar libra. Kjo është gjë shumë e mirë. Pra ka edhe aty ka dashamirësi për dijen. Ka absolutisht. Ka dashamirësi për dijen. Nuk e di se si janë rregullat brenda për sa i përket stafit. Ndoshta edhe kurioz njerëzit për të kuptuar pak më shumë. A ka njerëz të stafit të cilët lidhen më shumë me dikë, me një të mitur, se mund ta shohin dhe si fëmijën e tyre, mundet. Se besoj për ju duhet jetë pak e vështirë. Ne duhet jemi realist. Në atë institucion, për çdo punonjës, në fund ditës është punë, është proces. Sigurisht. Është proces. Por patjetër ka individ që krijojnë empatinë me të mitur të caktuar, duke i përfshirë dhe duke i parë dhe duke i ndjerë ndoshta edhe nevojën të dikujt që mund të jetë më i mbyllur, të dikujt që mund të jetë më i hedhur, të dikujt që ofron dëshirën e bashkëpunimit për një bashkëmoshatar, por kjo ka ngel gjithmonë në nivele të përgjithshme dhe jo të përveçme. A ka diçka që nuk funksionon në institucion që ti do doje dhe ta bëje thirrje pse jo që t'investohet apo? Shiko, mu do të m'pëlqente që të kishte sa më shumë përfshirje të shoqatave dhe të njerëzve që kanë interesin për të kontribuar, ashtu siç folëm pak më herët, në rritjen e aktiviteteve. Pra kjo do të ishte diçka. Po me kushtet? Me kushtet standarde që ofron institucioni, mjafton t'i bëhet kërkesë drejtorisë përgjithshme, siç e thash pak më herët, është e hapur. Jo flas, kushtet janë mjaftueshëm. Kushtet janë të mjaftueshme, godinat janë të mira, hapësirat janë të bollshme për të realizuar krijimin e çdo aktiviteti të mundshëm, por për te aktivitetit, pra kur themi aktivitet, jo vetëm mendojmë anën argëtuese apo, por dhe aktivitete me tematik specifike të cilët rrisin ndërgjegjësimin, reflektimin, përgjegjësinë, detyrat, ndjenjen e fajit, ndjenjen e empatisë, gjitha këto që formsojnë në fund ditës një adoleshent. Mos harrojmë asnjëherë që janë në Ka kriz nga ta që janë të interesuar tek feja? Po, ka disa. Të dyja feve. Që i qasen feve. Edhe të krishterë edhe musliman. Edhe musliman. E kuptoj. Dhe këtu gjerasin ta falenderoj edhe Myftinin e Kavajës, cila ka mundësuar pajisjen e xhamis dhe të krimin e ambienti për falje shumë të duhur, sikurse duhet jetë një ambient i tillë, dhe falenderoj gjithashtu dhe shoqatën kristiane të Burgjeve që është gjithmonë aty për të qenë pranë reflektimit dhe e kuptoj. Ndjenjave që kanë djemt. Jo, e vërtet, prandaj të pyeta në lidhje me këtë. Mund të shohin ata televizor? Po. A kanë të drejtë të shohin televizor? Po. Në fakt, nëse do të përcjellim mënyrën se si ndahet dita, paraditja deri në orën 1:30, 1 çerek, siç mbaron ora 6 e mësimit, është shkolla, vijohet me drekën, mbas drekës janë kurset profesionale, dhe pjesa e lirë bëhet ajrimi, cilat edhe këto janë pjesë të detyrimeve dhe protokollit standard të institucionit, dhe pjesa e pasdites është e lirë, djemt shikojnë televizor në për sektorët përkatës. Mirë, unë doja në fakt që ta mbyllja me një pyetje të fundit, bashkarisht. E diskutuar kaq fort për shkak të situatave të fundit, shkolla e riedukimit. Shumë kanë thënë që një institucion si Burgu i Kavajës, si institucioni i Kavajës, nuk po e referojmë si Burgu i Kavajës, nuk është, pra mundet që të ketë edhe të tjerë. Në këndvështrimin tënd, mund të ketë një rikthim të shkollës
së riedukimit apo një shtim të një institucioni tjetër? Përsa i përket kësaj lloji teme, Ministria e Drejtësisë është dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve janë në përfundim të institutit, cili do të bëhet në Tiranë dhe ai do të përfshijë një mori përfshirjes qoftë këto të burgut hapur, qoftë këto të shërbimit provës, qoftë këto të pra ka një plan. Pra është një plan, është në përfundim e sipër, është në ndërtim e sipër dhe patjetër këtu do të përfshihen të gjitha ato politika që shikojnë të arsyeshme dhe të përshtatshme, që të miturit përfitojnë edhe të kemi sa më pak ullje të rasteve dhe ullje të recidivizmit. Ndonjëri që me që përmenda televizionin dhe edhe mund t'jetë dikush duke na parë. Unë e di që sigurisht kur është çështja tek të miturit, situata është më delikate etj. Po. Ndonjëri që ka dhe dëshirë ta flasë historinë e tij mediatikisht. Mund të ketë Marinela apo është e vështirë gjithë? Shiko, ka patur raste. Se unë me shumë kënaqësi do ta ftoja ta bëja një bisedë me të me kurriz. Më herët ka patur raste, por referuar edhe keq përdorimit që media në plot raste i ka bërë situatave specifike, është pare udhës që të ketë qenë një reflektim nga ana e institucioneve në mënyrë që të mos kemi abuzim dhe keq përdorim të kësaj situate. Falenderoj shumë Marinela dhe të uroj sukses në punën tënde. Po gjithashtu nga ana tjetër edhe pse ke një pozicion të vështirë, megjithatë me sa më shumë raste të suksesshme. Kështu po e quaj. Që rikthehen në rrugën e duhur edhe ka një përmirësim në jetën e tyre. Unë do të kaloj tek një material pas publicitetit, direkt në fakt me PUW Research Center, çfarë ka thënë? 1 në 4 persona do të mbeten beqar në të ardhmen, po a është kjo në fakt diçka vetëm negative, do ta diskutojmë pas pak.